Rënja e borës të dielën, por edhe paralajmërimi për temperatura minimale nën 0 ditëve në vijim ka shkaktuar shqetësim të bujqit dhe veçanërisht kultivuesit e pemëve frutore. Tahir Tahiri, kryetari i sindikatës së bujqve, thotë se nuk pret fruta nga plantacioni i tij me pemë nëse vazhdojnë temperaturat e ulta. Ai përmend se kjo mund t'i dëmtojë edhe disa kultura që veç se kanë lullëzuar. Po dhe unë kam dikun janë 100 trupa pemë të llojeve të ndryshme, po e shoh se një lloj i dardhave kanë lullëzuar. Mandej një varietet i kumbullave, i qershijave, kanë lullëzuar dhe këto nëse vazhdon, nëse ndodh siç po paralajmërohet rrjedhë të tillë temperaturave, atëherë prej atyne pemëve veç kemi quhet duart. Sipas Tahirit, kushtet klimatike të dimrit dhe pranverës së hershme kanë qenë të favorshme për zhvillimin e hershëm të pemëve, por kjo ka sjellë rrezik të madh nga ngricat e papritura. Vërtet është shqetësuese për shkak se pranvera e hershme si jetme, po edhe pjesa e dimrit ka qenë me kushte të mira klimatike, domethënë ka qenë koha e nxehtë dhe në këtë mënyrë, sidomos pemt, janë mbërthye sythat e tyne dhe disa prej pemëve edhe kanë lullëzuar. Edhe ekspertët e fushës paralajmërojnë për rreziqe serioze nga temperaturat e ulta. Profesori i pemtarisë Vahid Avdiu thotë se ngricat e paralajmëruara mund të dëmtojnë rënd kulturat bujqësore. Temperaturat të cilat e rrezikojnë këtë fazë bimt janë dikun temperaturat -2, -3 gradë Celsius, domethënë fazën e lullëzimit, ndërsa në fazën e mugullimit të sytit -3, -4, ndërsa në fazën e formimit të frutëzave dikun -1, -2 gradë. Faktikisht këto temperaturat e paralajmëruara ditëve të fundit që do të shkojnë deri në -4 ose në disa vende edhe -5, paraqisin një rrezik mjaft të madh për këto kultura. Dhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka lëshuar paralajmërim për ngricat të mundshme gjatë muajit prill, duke rekomanduar masa mbrojtëse për bujqit dhe fermerët. Kujdes ndaj ngricave të mundshme në prill, sidomos për pemët frutore dhe perimet e hershme. Përdorimi i mbulesave ose sistemeve të ujitjes për mbrojtje nga ngricat mund të ndihmojë. Monitorimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve, veçanërisht pas periudhave me lagështi të lartë për të parandaluar infektimin në grur dhe pemë frutore. Menaxhimi i tokës duhet të bëhet me kujdes për të shmangur erozionin e mundshëm pas rreshjeve të dendura. Sipas ekspertëve, kulturat më të rrezikuara janë kumbullat, kajsit, qershitë dhe pjeshkat.